Në gjitha takimet nëpër qytete ndryshme duke bërë këtë fushatën, ka rënë edhe numri atyre që marrin pjesë. Është e vërtet, po tani do të patë parasysh që në 2013 kur PS-ja erdhi në pushtet, në Partinë Socialiste erdhi Tony Blair. Dhe ai domethënë ndikoi pak në vrrullin e Partisë Socialiste që të vinë në pushtet. Kurse tani në 2025 është Lacivita PD-ja. Po do të patë parasysh që imazhi i PD-s është nxirr. Ti po thuaj që me Tony Blair fitoi PS-ja, tani me Lacivitën mund të fitoj PD-ja. Atë pretendon Berisha. Pretendon Berisha, po kjo gjë nuk është e mundur pasi. Nuk është e mundur, ë? Meqense njëri në Telebingo fiteti 100 milion. Nuk është të thonë që do fitoj edhe tjetri do të thonë që bën. Kështu si ishte. Ishte kaq kollaj të kishin fituar të gjithë.